Me rastin e 101 vjetorit të krijimit të IARU, e njohur ndryshe si Organizata Ndërkombëtare e Radioamatorizmit, ekipi i radioamatorëve të Elbasanit në bashkëpunim me klubin Shumë Sportësh organizoi një aktivitet të veçantë në kuadër të kësaj date të shënuar. Në mënyrë simbolike ata realizuan lidhje me radioamator nga vende të ndryshme të botës, duke treguar edhe një herë rëndësinë e këtij komuniteti në komunikimin global. Qyteti i Elbasanit shquhet për traditën e tij në këtë sport, duke qenë ndër vite një burim i rëndësishëm për përfaqësimin e ekipit kombëtar të radioamatorizmit. I uroj të gjithë radioamatorëve gëzuar 18 prillit, ditën ndërkombëtare të radioamatorëve. Unë vetë jam një sportiste prej 45 vitesh në këtë lloj sporti dhe kam marrë pjesë në aktivitete kombëtare, ndërkombëtare, ku kam zënë vende nderi, vend të dytë në Ballkan, të tretë në Evropë dhe të katërin në botë. Gjithashtu, vjet në kampionatin kombëtar që u zhvillua në Burel, u shpalla kampione e përgjithshme. Uroj të gjithë brezave të ri që ta frekuentoj këtë lloj sporti, se është një sport inteligjent, ashtu si dhe ne ta vazhdojmë dhe këtë lloj sporti. Si një sport që ka në thelb teknologjinë dhe komunikimin, radioamatorizmi po tërheq gjithnjë më shumë interes nga të rinjt në qytetin e Elbasanit, duke treguar një rritje të vazhdueshme të pjesëmarrjes dhe pasionit për këtë fushë. Po dhe me radioamatorët e rinj që kemi nga shkolla Vasil Kamami dhe Ptole Mexhuvani, ne kemi organizuar një ditë feste për të lidhur me gjithë radioamatorët e botës, sepse sot në 18 prill, si çdo vit, gjithë radioamatorët e botës hyjnë në radiot e tyre dhe komunikojnë me njëri tjetrin dhe shprehin miqësinë që kanë ndaj njëri tjetrit. Gjithashtu tregojnë edhe për radioamatorizmin secili në qytetin e vet apo në vendin e vet. Tani, siç e pat edhe sot, kishte të rinj të interesuar që vinë dhe shumë të tjerë janë nëpër klasa. Ka interes sepse të rinjt i kanë qef teknologjinë, kanë qef programet kompjuterik. Ky është sport që zhvillohet me 4 programe kompjuterik. Gjithashtu ka dhe lidhjen me radio, me antenat, që kanë lidhje dhe me fizikën, kanë lidhje dhe me informatikën, pra i vlen edhe për mësimin. Pra është një sport dashamirës edhe për rinin. Në përmbyllje, organizatorët theksuan rëndësinë e mbështetjes së të rive dhe zhvillimit të mëtejshëm të këtij sporti, si një mënyrë për të lidhur njerëzit përtej kufive dhe për të nxitur interesin për teknologjinë dhe inovacionin në brezat e rinj